Imagjinoj një email të zakonshëm, një mbrëmje të së shtunës në shkurt 2013. Jeffrey Epstein i shkruan asistentes së Bill Gates për të organizuar një darkë. Persona për Billin nis mesazhi. Ai rendit emra, sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, Woody Allen, kryeministrin e Katarit, akademik nga Howard, drejtues hotelesh miliarder, ish sekretar amerikan të mbrojtjes, 10 burra të fuqishëm. Pastaj shton Anne Hathaway, seriozisht. Dhe në fund, modelet të Victoria's Secrets, një listë që flet vet, burrat për pushtet, gratë për zbukurim. Dosjet Epstein nuk tregojnë vetëm historinë e një abuzuesi seksual, ato zbulojnë arkitekturën e një bote ku pushteti është thellësisht mashkullor dhe ku gratë ekzistojnë në periferi. Në emailet mes burrave të këtij rrethi, gjua është e sigurt, shpesh mburse. Kreu i Komitetit të Nobelit po qëndron me mua, mund të duket interesant, akses, lidhje, afërsi me qendrat e pushtetit, ndërsa komunikimet me gratë shpesh kishin një tjetër ton, sugjerime për pamjen, këshilla për të humbur peshë, madje edhe rekomandime për ndërhyrje estetike para se të ishte vonë. Në këtë botë burrat ndërtonin rrjete, gratë organizonin agenda. Leslie Groff, asistentja ekzekutive e Epstein, koordinonte gjithçka, takime me Larry Summers, udhëtime me helikopter, preferenca verërash për Richard Branson. Larry është VIP, duhet kemi ushqime të lehta, madje mua. Një rrjet global asistentesh personale komunikonin mes tyre për preferencat e shefave, çfarë vere pinin, çfarë ëmbëlsirash preferonin, ku do të qëndronin. Ndërkohë, organizoheshin edhe udhëtimet e grave që Epstein dëshironte të sillte me vete. Bileta, viza, adresa. Vajzat të takohen në rrugën 71 me dokumentet, helikopteri për në East Hampton. Pagesat bëshin me kartën e zezë American Express. Mirënjohja ishte e rrallë, qortimet të shkurtra dhe të ftohta. Në mungesë të grave në tryez, komunikimi mes burrave shpesh bëhej edhe më i zhveshur nga vetë përmbajtja, komente për pamjen e grave, vlerësime cinike, shaka me nën kuptime seksuale. Në një shkëmbim mes biznesmenësh, njëri ankohet se Moldavia nuk ishte aq tërheqëse sa në foto. Përgjigja, Photoshop, indiferencë, normalizim, asnjë ndjenjë përgjegjësia. Edhe figura publike me reputacion të lartë vazhdonin komunikimin me Epstein, madje edhe pas dënimit të tij të parë. Disa e këshillonin si të menaxhonte reputacionin, të tjerë kërkonin favore. Favoret ishin monedhe zakonshme, vende pune për fëmijët e miqve, përdorim apartamentesh, lidhje me figura të rëndësishme. Madje një mik i tij shkruante se kishte redaktuar faqen e tij në Wikipedia, duke e hequr nga kategoria e shkelësve seksual, dhe duke e lënë vetëm si biznesmen dhe filantrop. Filantropia shërbente si mbulesë reputacioni, një mënyrë për të qëndruar pranë pushtetit, ndërsa historia e errët zbehej në sfond. Në këtë univers, gratë rrallëherë ishin pjesë e diskutimeve për pushtetin apo paran. Por Epstein organizonte seminare për pushtetin dhe paran. Lista e të ftuarve përfshinte emra si Jeff Bezos, Bill Clinton, Bill Gates, Peter Thiel, asnjë grua. Por një partnere ankoi se nuk ftoi në darkat me burra të fuqishëm, përgjigjja ishte e qartë, ajo nuk kishte vend në tavolinë. Mesazhi që del nga dosjet nuk është vetëm për një individ, është për një sistem. Një botë ku burrat ndërtojnë pushtet mes tyre, ku favoret shkëmbehen me lehtësi, ku reputacioni menaxhohet si projekt marketingu, shkruan The Guardian, dhe ku gratë janë të pranishme, por rrallëherë të ulura në tryez.